Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zhdukni një herë për gjithmonë, mushkonjat nga shtëpia vetëm duke përgatitur këtë recetë. Sezoni mushkonjave tashmë ka filluar, gjithashtu edhe kërkimi i ilaçeve efektive natyrore për t'i mbajtur larg ato. Këto krijesa fluturuese janë sa të vogla, aq edhe të bezdisshme dhe nuk kursejnë askënd. Kushdo që jeton në një zonë ku mushkonjat janë të pranishme, ndjen nevojën e vazhdueshme për të gjetur mënyra efektive për t'i eliminuar ose për të reduktuar këtë problem. Jo vetëm sepse mushkonjat përbëjnë rrezik për shëndetin e të gjithë anëtarëve të familjes, duke qenë shkaktar të sëmundjeve të shumta, madje dhe fatale, por kryesisht për shkak të bezdisjes dhe kruajtjes që na shkakton pickimi i mushkonjave. Nëse po kërkoni mënyra natyrale për të ndaluar sulmet e vazhdueshme të natës, ne ju sugjerojmë disa ilaçe efektive shtëpiake që mund të përdorni për të ndaluar pushtimin e mushkonjave në shtëpinë tuaj. Krijoni një spraj hudhre. Hudhra përbëhet nga disa veti që ndihmojnë në mbajtjen larg mushkonjave. Për të provuar këtë metodë, provoni të shtypni disa thelpi hudhër dhe më pas t'i zieni në ujë. Më pas hidheni tretëstirën e përftuar në një shishe spraj dhe spërkateni në dhomën tuaj dhe në të gjitha ato vende ku dëshironi që të hiqni qafe mushkonjat. Kjo zgjidhje e hudhrës do të vrasë mushkonjat menjëherë dhe nëse jeni të shqetësuar për erën që do të lërë, do të zhduket brenda pak minutash dhe shtëpia juaj nuk do të ketë erë hudhre. Vendosni llumin e kafes në vazo. Kur ju të bëni një kafe, mos e hidhni më llumin e kafes. Kjo ndodh të jetë një nga mjetet më efektive në shtëpi për të hequr qafe mushkonjat. Uji i ndenjur dhe ai që derdhi në vazo për të ujitur bimët rrit numrin e mushkonjave përreth jush. Gjithçka që ju duhet të bëni është që të derdhni llumë kafeje në ujë të ndenjur. Vezët e papritura të mushkonjave do të dalin në sipërfaqe dhe do të vdesin për shkak të mungesës së oksigjenit. Hidhni pak vaj livando. Mushkonjat e urrejnë aromën e vajit të livandos, kështu që ju mundet ta përdorni atë në avantazhin tuaj. Për të mbajtur larg mushkonjat, mjafton të spërkasni pak vaj livando nëpër shtëpi dhe në zonat përreth. Nëse dëshironi, mund të vendosni dhe pak në trupin tuaj për të shmangur pickimin. Kultivoni bimë mente. Ashtu si vaji i livandos, mushkonjat e urrejnë edhe erën e mentes, edhe këtë ju mundet që ta përdorni në avantazhin tuaj. Merrni pak vajin energjikut të freskët ose mente dhe përdoreni atë për të parfumuar në dhomën tuaj. Nëse keni hapësirë, mund të konsideroni edhe rritjen e fidanëve të tyre për t'i mbajtur mushkonjat larg përgjithmonë. Blini një shishe me vaj të pemës së çajit. Siç e dini tashmë, vaji i pemës së çajit përmban veti antibakteriale të dobishme në trajtimin e lëndimeve dhe sëmundjeve të ndryshme. E njëjta gjë vlen edhe për mushkonjat. Thjesht përzieni disa pika vaj të pemës së çajit në pak ujë dhe hidheni të gjithë në një shishe spraj. Pasi ta keni bërë këtë, spërkateni tretësirën e marrë në dhomat tuaja dhe ato do të bëhen një zonë pa shumë mushkonja. Megjithatë, nëse pickoheni disa pika në pickim, do të jenë të mjaftueshme për të lehtësuar kruarjen. Vendosni një gotë birrë ose alkool tjetër në tokë. Një tjetër erë që mushkonjat nuk e durojnë dot është pikërisht ajo e birrës dhe e pijeve alkolike. Vendosni një birrë ose një gotë alkool në një dhomë dhe ky gesti thjesht do të mbajë larg të gjitha mushkonjat. Vetëm keni kujdes që të mos e lini veten të tundoheni nga ajo birrë e ftohtë e këndshme në një mbrëmje të nxehtë vere. Do të merrni efektin e kundërt dhe do të llabëroheni nga mushkonjat. Mbillni borzilok jashtë dritareve tuaja. Ky është ilaçi i vjetër i gjysheve. Fakti që gjethet e borzilokut vrasin larvat e mushkonjave është transmetuar brez pas brezi, po si mund të përdoren ato në avantazhin ton.
E tëra çfarë ju duhet të bëni është që të mbillni pak borzilok në oborrin ose kopshtin tuaj, ose të mbani një bim në shumë vende në shtëpinë tuaj. Menjëherë do të vini re se si mushkonjat do të zhduken nga sytë tuaj. Mushkonjat janë insekte të bezdishme që përbëjnë një rrezik serioz për shëndetin e miliona njerëzve. Dhe mënyra më e mirë për të mbrojtur prej tyre është që të përdorni locione, substanca natyrale mbrojtëse ose dhe të rrisni bim, të cilat mbajnë larg mushkonjat. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për bimët, të cilat janë efikase në mbajtjen larg të mushkonjave. Rozmarina. Rozmarina është një nga bimët më të mira kundër insekteve dhe buburrecave. Mbani një vazo me rozmarin në parvazin e dritares ose në balkon. Shtëpia juaj do të mbajë një aromë të mirë dhe insektet nuk do të futen më brenda. Borziloku. Përveç përdorimit në kuzhinë, borziloku mundet që ta mbajë shtëpinë tuaj dhe të pastër nga insektet. Studimet kanë treguar se vaji esencial i borzilokut mundet që të mbrapsë mushkonjat për 6 deri në 8 orë. Në qoftë se ju pickojnë mushkonjat, merrni disa gjethe borziloku dhe fërkoni me to zonën e skuqur. Kamomili. Kjo bimë e të njëjtit grup botanik të luledeles mban larg jo vetëm mushkonjat, por njëkohësisht edhe buburrecat, akrepat dhe insektet të tjera. Sipas të dhënave, substancat përbërëse të kësaj lule janë tepër të padurueshme ndaj insekteve. Lavanda. Lavanda ka një aromë të mrekullueshme dhe ka aftësi qetësuese, por edhe për mushkonjat ajo është një tmerr i vërtet. Vaji esencial i livandës në kombinim me vajra të tjerë natyral është efikas në mbajtjen larg të mushkonjave. Bari i bletës. Kjo bimë e njohur me emrin lemon balm, që rritet deri në 2 metra, ka një aromë të fortë limoni. Bima përmban gjithashtu vajin esencial të citronelës dhe është shumë efikase edhe kundër mushkonjave. Nenexhiku. Insekte të tilla si mushkonjat i urrejnë aromat e forta. E tillë është edhe aroma e nenexhikut, vaji esencial i së cilës shkatëron gjithashtu mushkonjat sipas informacioneve. Nëse ju pickojnë mushkonjat, atëherë përdorni gjethe të nenexhikut për t'ju dhënë çlirim të menjëhershëm. Hudhra. Hudhrën mundet ta përdorni për të lyer lëkurën dhe për të mbajtur larg mushkonjat. Megjithatë, një gjë e tillë nuk është e pëlqyeshme për shumë njerëz fal aromës së fortë të hudhrës. Lule kumaku. Këto lule kanë ngjyra të verdha dhe portokalli, por edhe një aromë shumë të fortë. Ato prodhojnë një substancë natyrale e cila mban larg insektet. Vaji esencial i këtyre luleve është gjithashtu një alternativë e cila duhet përdorur gjatë verës kundër mushkonjave. Vajrat esencial. Zakonisht vajrat esencial janë përdorur për lehtësimin nga pickimet e mushkonjave, si edhe për probleme të tjera të lëkurës. Më të përdorurat janë vaji rozmarinës, vaji lisit, livando e të tjerë. Hidhni një sasi të vogël të vajit në ujë dhe më pas shpëlani vendin ku ju ka pickuar mushkonja. Limoni. Limoni gjithashtu ofron ndihmë dhe efekte pozitive në lehtësimin nga kafshimet e insekteve. Gjithashtu, lëvoret e tij munden që të ndihmojnë. Bakteret dhe papastërtia mundet që të shkaktojnë infeksione dhe këto munden të parandalohen duke dezinfektuar lëkurën me limon. Qepa. Për të hequr qafe të gjithë dëmin e shkaktuar nga kafshimi i mushkonjës, ju mundet që të përdorni një shtresë të qepës të papërpunuar. Vendoseni atë në lëkurën ku ju keni djegje. Më pas duhet që ta shpëlani vendin e pickuar me kujdes. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!